fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë rrugove, Vipa Chips dhe Medika. Shikues të nderuar, mirë se ardhët në emisionin e radhës Fakte. Siç jeni në dieni, ky emision trajton kryesisht dekadën para shtërimit të Kosovës, vitin 1989-1999. Një periudhë mjaft interesante dhe mjaft e rëndësishme për Kosovën, shqiptarët dhe gjithandej. Kjo periudhë nxiti, homogenizoi si asnjëherë më parë në histori popullin shqiptar. Hegemonia dhe brutaliteti serb i policisë dhe ushtrisë u ballafaqua me një lëvizje dhe përcaktim plebiscitar të popullit shqiptar në këtë periudhë, 1989-1999. Në këtë periudhë ndodhi mrekullia e një shoqërie dhe shqiptarëve, margaritari më i madh që mund të trajtohet, dhe ai është procesi ose aktiviteti ose lëvizja për pajtimin e gjaqeve. Në këtë kohë patëm edhe gjëra të tmerrshme, siç është fjala vjen helmimi i nxënësve dhe të rive tanë gjithandej në Kosovë. Pat brutalitet, pat vrasje, mos të harrojmë vrasjet që ndodhen, Ylfet e Humollin, mos të harrojmë betejën e Tërnavës, betejën e Shajkovcit, betejën e Qetave të Llapit, betejën e Pollatës, betejën e Prekazit dhe shumë beteja tjera, për cilën ky popull u sprovua. Ishte një shtëpi që tani quhet shtëpia e pavarësisë, dhe kjo ishte një barak afër stadiumit të qytetit. Në rruga Ajrore, 1 kilometër nga kjo studio KTV-s. Ishte ky vend që e shkatroi një rezim të tërë. Ishte kjo zyre me më pak se 100 metra katror, e cila ishte tmerri dhe shkatrimi i rezimit genocidial të Miloševićit. Sepse këtu u artikuluan kërkesat, këtu u bë strategjia dhe këtu i tërë populli u homogenizuar për të luftuar këtë rezim. Por kush ishin protagonistit, kush ishin njerëzit? Shikues të nderuar, ishte kjo shoqata e shkrimtarëve të Kosovës, ku kryetar në vitin 1988 ishte zgjedh shkrimtari, kritiku, krijuesi i madh Ibrahim Rugova. Sekretari i shoqatës ishte poeti i madh Milazim Krasniqi, kurse sekretar teknik i shoqatës shkrimtare ishte miku im, bashkëpunëtori im i parë në aktivitetin tim, Zoti Jakub Shala, tani ndjer, pas ndjes dhe falenderit nga këtu, Jakub, për krejt që ke bo, sepse keni kontribut të veçantë. Por a ishin këta të gjithë edhe të vetmit? Jo, në asnjë mënyrë. Deri më sot kur po flas, dhe një kalkulim që e kemi bo, pastaj, kanë kalu me mija, 10.000 e 100.000, ka arrit edhe në milion numri i njerëzve të frekventuar. Pa modesti, po e them, kjo dorë që ka qëndruar aty te dera e hyrjes, ka prek duart e 100.000 njerëzve që kanë qarkulluar në këtë periudhë. Shikues nderuar, sot e kemi një emision shumë të veçantë me dy protagoniste, dy zonja në kuptimin shqip të fjalës. Kush janë këto dy zonja? Unë, si një njeri përgjes për protokoll dhe siguri, dhe që presidenti Rugova më quajti sekretar i tij dhe i zyrës së presidencës, i takova kur shkova në fillimet e vitit 1990. Ato ishin Sebahate Halili dhe Iqbale Prestreshi, duke mos e harruar edhe Afrodita Bejiqin, e cila sot do të na mungoj. Ne në këtë bashkëbisedim, siç e thash, do të flasim për dy punëtorët dhe veprimtarët e para në shoqatën e shkrimtarëve, në lidhjen demokratike dhe në këtë lëvizje popullore që quhej Lidhja Demokratike e Kosovës. Këto dy zonja të mëdha dhe këto dy punëtore të mëdha sot i kemi në studio dhe i ftoj për këtë bashkëbisedim. Mirë se erdhët Sebi edhe Iqbal. Sebi, mirë se ke ardhur. Mirë se gjetëm. Si je, ajo mirë. Mirë se ke ardhur Iqbal, si jeni ani mirë. Që ul në urdhani. Urdhani ul në ora tonë. Edhe pa trem edhe pa stres, Seb më këshyre më rëllë të halo ki vretje për punën edhe sjelljen edhe atar
ashpërsin që ka i herët demonstrojsha edhe karshi juve dyjave në atë kohë. Çka mundesh me thonë për kësaj distance kohore? Jo, tash në ndryshe krejt. Po, jam zbut. Jo, tash je ullë. Jo, tash je ullë. Iqbal, si e ti? Si ki familjen? Mirë, shumë faleminderit. Ka mi anis, çka me folë në tash? Do me lonë që të letër krejt edhe do të bojmë ma betë kështu të shlirë. Kina që me folë bëllë. Kemi që ka flasim. Është një periud 35 vjeqare. Çka mundesh me i thonë si fjallë të para, se edhe është një pyetje paka shumë kështu e zakonshme që bëhet, qysh ke fillu, kush ka qenë njerëz të parë që ke kontaktu, me çka je marrë aktivitetin? Ju përshëndes, për një përftesën. Dita parë, kur kom ardhen, jam taku kratë në Nafis, Nafia Osmanit, edhe jam taku me ta, edhe kur erdha ato, u takova me Basen Jakub, edhe tha, kom për kërkon, thash Nafin. Tha, orë në mrena, edhe po hi po ullë, në po priti, Nafia. Ka qenë edhe ibadetja? Po ibadeti ka qenë edhe Nafia Osmane. Ibadetja? Bejani, së më kujtojtë zgudzojmë. Ibadeti Bunjaku? Bunjaku, po bashkë Bunjaku ka qenë. Edhe po ullë në pëpriti, Nafin kër erdhë. Po, tha, sep, thash era, thash më të një mu, se atër ka qenë veç në dim. Edhe po ullë në tash, po atë faktikisht në i marshëm ato, që në të arsojqin. Kreqë, në të arsojqin kretë Kosova, veç atër kretë Kosova ke LDK u bo. I shkrujshëm atona, edhe ishteshën me për paketat të mdhaja, edhe në ato paketat i shkrujshëm në, për shambull, Podojeva, Prishtina, çdo komun, edhe i numrojshëm sa janë, edhe numrat i shkrujshëm ato. Edhe hajt, ta po ma bojnë, se ta pja qëtë një kafe kryetarit, thash po në kryetari nuk e disha cili është në fillim. Ka qenë Ibrahim Rogova, ka qenë Femi Agan edhe Gjemal Mustafa. Edhe më ta shumë peqës, po se disha ona ato më la qëfare, peqës kur më pohin zyre, tha, hinë mrena, edhe më pohi, tha shumë thanë qitë kafe mja qitë kryetarit, po se disha cili është. E Gjema i ndjeri po ma bon, tha, tha le që to bëlo. Kur tash sa i daj, tash mu mi të rese këtë cili është. Kur, tha, kryetari, tha, po shkoj, tha, tiri në elitë. Tha, kom takim, thash, okej, e qatë herë, unë e kuptova të cilë është presidenti Ibrahim Rugova që më burë me to, që këmë pos fatin me aqit kafën atina. Do me thonën, fillimi i aktivitetit tënë, me Nafin. Me Nafin edhe i badetin, aty dhe fillimisht i në marë me registrimin, antarëve të rinë ato fletë registrime. Po, fletë registrime që janë registru. Dhe i keni nda në për paketa të mloja kanë qenën, edhe i nëmrëshëm, edhe i shteshëm në për paketa, edhe i ashkruqëm për shamot Prishtina, Podojeva, në për komuna. Kjo ka qenë fillim, se diku të dojnë ndalu kjo punë, se fillun bi 700.000 antarë, bonë dhe bo shumë, bo numri shumë i madhë. ka thonë, lene këtë registrim mo se s'ka nevoj, mo se s'ka partimat madhe asë në Evropë. Jo, krejtë Kosova ledë këke. Iqbal, qyshe historia jote, se cilit ashe ka dvetën, qysh ka fillu mas pari, publiku të interesojnë, dhe me thonë. Historia ime, se qysh jam kyqën në Lidhjen Demokratike të Kosovës në atë kohë, ka qenë, unë atë kohë kam qenë punë, e punësuar, në një sistemin, në një organizat tregtare që është shujtë voqarë tash i shurata. Kam qenë punë, kemi punu në atë kohë me dy ndrime, po sa kam dalë për orarit punës, më i mend një bashkë vendas të regon të të themelu një parti sot. Edhe më base kam arritesh në shtëpi, kam tregu babës, dhe baba imi ndjerë tash, thëtë, përdej sa ka formu një parti, du me më shkuti me më antarësu mu atës në atë kohë. A i ka qenë punë në kombinat, po si antari partisë komunizmë nuk ka qenë asë njëherë. Edhe në pasajt nesër me do më 23 dhjetor, është me lullit dhe kjo jenë 23 dhjetor, unë të nesër me në majment, mas 2 dite, kam shku në shoqat, pe Pallatrinis kam punu, Dragstar, edhe kam shku. Edhe kam shku i kam antarësu babën edhe familjen time. Për disa kam shku me bu antarësimin, ka qenë majment Isu Bogjovi, Hysen Matosh, Indjer, profesor Idrizajeti,
e shumë të tjerë. Aty më patëm pyet mu, a mundesh me punu se kishte shumë frekuencë madhe, shumë lëvizje të mëdha, shumë çarkullim të njerëzve. Edhe unë i kom thonë po, mundem me punu nëse mbase të bisedoj me babën, ta pyesë në atë kohë, edhe pse kam qenë po më pusura dashje me gjatat, mi tregu, me marrë një leje, një aprovim nga ana e tij. Edhe kur shkoj në shtëpi, tregoj babës kështu, ta interesova dhe më thotë ti, i thamë më pëthan, a mundesh me punu? E aty më mend që kur një jetë edhe sot, që ta shot baba em i ndjerë, tha po vesh me një kusht. Atë fjallë si haroj kur edhe ku majt, edhe dha majt deri sa të vdes vetë. Vetëm nëse s'm korrit. Nëse s'm korrit, ti do t'jesh një fëmijë imi asoj shtëpisë të Ibrahim Rogovës. Edhe aty kam fillu, edhe kom punu të në kohën. Do më deri sa na kanë largu nga puna ish sistemi, unë kom punu para ditën në veçelmim, pas dite kom punu atje. Kur na kanë largu asë, jo kom përkushtu vetëm asoj pjesës, do më me antarësi, me regjistrim, me çdo gjë që ka pas nevojë. Kështu që nder dhe krenari për ne, që sot e përkujtojmë atë kohë. Fat. Sebi, kryesia LDK-s ka ekzistuar në atë kohë, ju e keni pa që aty po zhvillohet një aktivitet, po vinë edhe shkrimtarë, o konë pak si rmuj ka shku aty. Masandej, ju fillut me qenë të përditshme aty, u e di që në fillim vitit 90, kur pa ta ardhën, unë ju pa ta taku juve. Juve trijave, do me thonë, ty, Iqbalin edhe Afrodita Beishin. Do me thonë, kanë qenë 3 vajzat e para që unë i kom taku dhe Jakub Shala, kuptohet. Dhe pastaj filloj aty një farë reorganizimi. Filloj zyrja mi ju improvizu Rogovës, pak do karika mi hjek, mi abo pak se vishin njerëzit edhe aty heshin gjithë. S'kish shkoj ke lome thiju që thoi një farë fjallin popull. Dhe ajo që mas shumë të më pengoj ke ishte duhani, shumë u pike duhani, dhe ishte një ambient shumë. Qka mund është më në thonë, tani si ecën punë, si aty u filloj një regull mu bo, aty filloj mu improvizu, fillun mu të taktu disa njerëz, paka shumë si organizator, si mikprit, si protokoll, si prej kanë vështrimit tëndë. Qka mund është më në thonë? Ato prej që keni ardhë jo, zotin Adnan, ato krejt kanë ndryshue. A jemi shok, mësë më thuj zoti Adnan. Okej, shoke, kolega. Ato ndryshoj me ka krejt. O bo regullime, o bo protokolli, o dike njëri kush po hin, kush po del, o dike informatat, kush po shenimet, delegacionet, krejt në bost juve, edhe në ata e mrapa juve. Ju, kërësisht, po thuj tanë ditën keni punu qëtë. Po. Kur i në dalë prej aty, nuk ka pas ndaj jetë, ndaj farë shetije, ndaj farë arktimi, jo konë shpia. Tani në shpi, a keni fillu edhe qyshu kanë trajtu antarët e familjes, se me gjitha te lidha demokratike u popularizu shumë. Lëvizjet e njerëzët të mëdha, presidenti Rugova filloj mu faktorizu më botë me utime. Qysh është këtë trajtimi edhe në familje, ndaj juve? Po, ka qenë shumë ma mirë, ma ndryshe ka qenë. Po në edhe kena pas pak edhe ndalume për me pi një kove dikona se i kena pas ndalume, se kena pas me kon me najtë. Kush ju ka ndalu? Jo. Unë ju kom ndalu e. Qka ju kom ndalu se? Do të me ditë me kamporin, me kopë, me pepe një kafe, edhe më kujtot shumë mirë, se dola me një qik tezës, me valdetin, edhe dola me pi një kafe, edhe më kujtot shumë mirë. Unë e të lashën shoqa shkrimtarve, na henëm të qafave që kur na ke ardhën ndirë. Që në pikë këtu hitë, thasë s'keni drejt me ne, që zyre me shku. Edhe na me njerë kena shku në zyre, se kena për protokoll që na ke thonë. Tash mi 30 vjetë pas ka ndodhë të po të kërkoj falje nëpse pas në ngritë zonën. Pak për më kujtojtë që ka qena e një regull. Po, një regull, po dhe shumë mirë ka qena ja. Se o ditë, edhe duft me ditë me ka përren që ka po banë. Seb e keni taku për gjdo ditë Ibrahim Rugova. Ibrahim Rugova, kur ka ardhë, do me thonë, të dini pa ta formu në ekipin, shkojsha fillim me veturën time private, ka qenë në gjyrë hini, e Jakubin shkojsha me marë, ju pritëshit për i dëshirës për me pa, pritëshit edhe jashtë. Edhe a i vinte dhe ju përshëndes të juve. Cila ka qenë ajo ndjenja ju, kur keni pa një njeri që në farë mënyre filloj kretë Kosova, e Shqiptaria me marë fryme më shkniti, u popularizu shumë. Që ishë ajo ndjenja ju që ishit njerës që përsheni për çdo ditë? Po, Adnani, që ishte nalë shekirin, në që në nishën, që vike presidenti kënej, na veç u krenojshë me ta dhe unë borsha me ta, edhe me një herja që shumë kafen, tarë se kisha kuna me aqitë,
është krenari për me aqit kafën e Ibrahim Rogovës. Veç nuk mërshit buseshje për meje. Jo, për të ja, o zotë më se bërë qëfar Ka dalë sepse po më paracet shumë si tashë. Jo. Edhe s'ka pas shansë na me përshëndet presidenti Rugova për para, po ajnë gjithmonë na ka përshëndet neve. Jo ka grabit përshëndetin. Gjithë. Kur njët edhe profesor Femi Agani, edhe Gjemal Mustafa, edhe gjithë antarët e kryqësisë që kanë qenë, ata gjithmonë na kanë përshëndet për para edhe na kanë respektu maksimum. Amo presidenti në Rugova s'ka pas shansë, kur njët me përshëndetje ata për para. Që kam, hajde qëta, e pim kaj kafe, a në herë kur ma pat e bo, presidenti më tha, hajde pim kaj kafe, sepse folshëm, kërë hinë e të ndërë, tha, që po këto, thash, po pi kafe, tha, me kënë, thash, me president, kur nuk e arrej. Iqbal, e ke taku presidentin Rugova çdo ditë, se tash krejt aktiviteti ju kryesisht lidhet me personin e ti. Çka më ban mend dhe qysh ka u zhvillu, se tash na kem pas një farë raporti edhe me secilin, secili me krejt grupin, secili me Rugovën e tjera. Qysh ka qenë ajo ndjesia jote komunikimit me një njeri që shumë i popularizum dhe ti për çdo ditë pe takon. Dhe bile, po ja qënë në ushqim të parë që ai e ka pas për jetë që quhet kafe. Ai të edhe ka pi 20-30 kafe në brenda ditës. Çka më ban mend edhe qysh e vlerëson atë raportin e juve tash se si dy njerëz, se Rugova ka qenë mjaft edhe si human, po ka qenë edhe kogja komunikativ, ka fol në situata të tilla. Për ne ka qenë fat shumë i madh, krenari shumë e madhe që të jem pjesë asaj shtëpie të madhe. Krenari për me shërby një kafe presidentit. Po edhe ne asnjëherë s'kena mujtë me përshëndet përpara. Ai ka qenë diçka e papërshkrueshme, po ka qenë ana tjetër që ke qenë shumë krenar edhe kudo që ke jashtë asaj shtëpie, në rrugë, stacion, në shtëpi, çdo kush të ka vlerësu, të ka respektu, se për të jetë një person që je për të nejë çdo ditë në zyrën e presidentit Rugova, ke pas një vlerë shumë të madhe. Unë e maj men për vetveten atë kohë që ka mostu për çdo ditë. Unë çdo ditë ka mostu Prishtinë në Mazgjet. Po e maj men që çdo ditë, asnjë ditë, unë një bilet autobusit nuk kom pagu. E vetmja arsye në atë kohë ka qenë, se kom punu në zyrën e presidentit Rugova. Ashtë një populli ka qenë entuziast, i ka një papërshkrum. Veç të qeki një person, pa marrë qëka të qeki bonutin brenda asë shtimi, na kena bo shërbimin, kena bo regjistrimin, çdo gjë që është o kon anë teknike, na kemi punu. Po kur dikush të ka taku, ka qenë shumë krenar me ty, ose në fshat, ose në rrugë, ose ku do kështu që ato kona janë të ne do të me këtjen shumë rinjas, mas pari familjes, që na kam përkra dhe na ka dhënë hapësinë të punojmë, pastaj rrethit, edhe aty ku kemi qenë. Kështu që për mu ka qenë një diçka e papërshkuar. Presidenti, unë asnjëherë s'ku mujt në hynë zyre, ti thë mirë mëngjesi. Unë çdo herë e ka di që udhtaj. Çdo herë më ka pyet një president si mujt e më orë sot për fshatit dhe e ka qenë diçka shumë e madhe. Iqbal, ju, do më thonë, prej, si që thatë edhe në fillim, prej aty në fletë regjistrimeve, mande jeni marrë me këmbim të informacioneve, keni shku të parat aty, një farë mënyre, keni taku njerëz të parë, keni marrë raportet shkru me përdhunën sërbe, ato ka ardhe Këshilli për mbrojtjen e drejtave të njeriut, i kanë marrë, mandej edhe në qendrën për informim të Kosovës, edhe në atë byron aty ku ka punu Rasimi, ma vonë edhe Afërdita, i keni këmby ato. Dhe në mes kur ardhë Rugova, në të gjithë jem shëndru në shërptor për Ibrahim Rugovën, mësafirët e ti dhe aktivitetin e ti. Dhe fillimisht fjala vjen, kafet e para i keni qitë ju dhe të kohës sa kanë dejtën Rugova aty. A mund është tash më na dhoni një farë kalkulimi, një farë statistike? Rugova vike dikon rreth orës 11, për post premteve që vike në ora para 10-ve se u konë konferenca për shtyp dhe takimi me deg në ora 11. Rreth orës 11 mund të thuhet që vike, nëse s'ka pas nëjë takim gjatë ose edhe mësafir, rike deri në 2, 3, mas vonë të den 4. Sa kafe përafërsisht i ka pi Rugova në qatë kohë? A mund edhe? Po, ka ndodhë 6, 7. Kur ka qenë vetëm, ka marrë, ka studiu diska, ka lexu, ka pas kafën gjithëherë. Se ka pi kafën, punën e parë që ka bëu, që i ke cilë ke derën, aty isha unë të dera, po flasë për fillim, dhe thëj ke, Adnan a bërë një kafë. Dhe më thonë, a je pike kafën,
do më thonë, në një farë mënyre, veç nëse ka pi nga dalë, sa shumë rrallë ka ndajt pa filxhan kafës, tavolinë dhe pa donë kujtohet ato taketuke sa herë keni hyje me qu kafën, mi marë filxhonat, çdo herë ajo tabla kone edhe me një tabl të dohonit. Rugova ka pi shumë dohon, apo jo? Moj men ka pi dohon, po ka pas edhe një veti që po sa i ka dhejë sigurët, shumë shpet i ka fy. E ka dhejë sigurën, 2-3 tima dhe ka shymë, shpesh ja kemi ndru taketukën, gjdo 5 minuta, 2-3 tima dhe ka shymë, e ka një shprehi. Unë mendoj që këto kanë qenë 2 arsye. Arsyeja e parë ka qenë se duhoni, cigaria, filteri, gjithëherë pjesën e parë e ka matë pa damshme. Gjithëherë ty pi pjesa e fundit është se mushët ma shumë dhe është ma e damshme fillon. Kjo është mendoj unë, që është një arsye dhe e dyta, do më thonë që atë rritin, që atë lëvizjen e marrjes cigares, ndezjes dhe shukjes, që aty e ka pas atë, le të themi, përjetimin më të madh dhe ato ka dashur me përsërit sa më shumë. Këtu ka qenë arsyeja edhe pse ka shumë e vërtetë, ka pas situata kur o qun kom, ja ku majt paltën me vesh çantën, o kun cigaren në dorë të pa dhezte, e ka dhez, veç e ka dhez, unë kom dasht me dalë, ka thonë prit edhe diqysh e shumë ke, u kryllav ka cigarja e të ke mandej si banane, kështu gjysëm hanë. Sebi, për pos nzyre të rrugovës, ju keni taku edhe keni komuniku, keni bashkëpunu edhe me shumë njerëz tjere. Edhe të kryesis, po mos të harrojmë që aty ka qenë dhe shoqata e shkrimtarëve të Kosovës. Çka mundesh me thonë, me kanë kryesisht jeni taku, çysh kanë ndodhur këto komunikimet, çka mban mend kush o hi, kush o dal, se ju jeni, domethënë 2 sy edhe 2 sy, 4 sy, mat relevant që mas shumë të keni pa dhe keni ndëgjuar atë çdo gjë që ka ndodhur. Ato përpos antarëve të kryesisë që kanë pas delegacione të ndryshme, ka qenë forumi i Grus, ka qenë forumi i Rinis, ato ka pas njerëz, s'mujt as mi numëru, as tepër ka pas njerëz, te delegacione të ndryshme ka pas. Edhe prej këtyne delegacioneve kur ka pas të huj, atëherë aty ka ndodhur në situatë pak më emergjente, patëm filluar mos me ilon pak me hy njerëz tjerë. Aty kesh mandej ka pak edhe hatërmbetje se por megjithatë unë mendoj që goxha me elegancë kemë bëu atë punë. Okej, bara më ka taku kryesisht mu, po unë s'kam mujt me konë çdo sekond gjithka. Mandej ju, po ka ekzistuar një harmoni mes neve dhe patëm bëu një farë rregulli apo jo. Shumë. Çka man mend, domethënë në ato shërbimet që keni bëu tani kur kanë ardhur delegacione të huaja, kanë folë anglisht. E keni pas një zakon se gjithëherë kafën e parja që të rrugohet. Po, so ka një zoti shtëpisë. E mësafir tjerë, le të presin, a? Baba i ndjeri ma pa të banë, gjithmonë ku të shkojsh, mas pari kafën ja qëtë zoti shtëpisë. Edhe unë ato gjithmonë e kom vlerësu, edhe ja kom qitë zoti shtëpisë. Kjo shihet në për edhe materiale, vito materiale që janë gjiru në kohë, që në atë kohë, si fillajke, ose te, ose Iqbali, vishit dveshne, elegante, atë tabak e mashit mirë, edhe në qatë farë kalabllakun, që atër veç kur u do keni filxhan aty që po delë për govën dhe një gotë ujë. Po, Tani, a je kone vetë dishme që që ajo gotë ujët, ka qenë, që që dojnë këta kemistat H2O, hidrogen dhe oksigen, ka mujtë, dhe më thonë, mi fryt dikujt dhe aj ka mujtë me qenë fjala vjen fatal për govën. Atë ka shku mendja, a ke pas... Shumë herë më ka shku mendja ata, po gjithmonë e kom përcjellur në atë gotë. Qysh e ke përcjellë? Apo, Nale të rrugës, apo? Diçka, apo, gjithmonë e kom përcjellur në atë gotë, edhe që kom qitën. Me qenë se janë njëse vetë edhe një pytje, edhe pse mu se më takon, po se më prezentove pak si tashpër. Jo. Me gjitha, jo, pse jo, nuk ka të kur gjithë keqe, veç hajtë të spjegojmë pak raportin mes juve, se si që dim, na në vitin 93 patarë edhe me Blyde Kika, që ju ka pas bashkan gjitën, mandej aty në atë biroteknik ka qenë Rasimi ma vonë Afërdita Behiqi, o konë Kull Staka, dhe o konë Tahira Gjiku, edhe në zyret vetë shoqatë shkrimtarëve ka qenë Jakub Shala. Cilat kanë qenë relatat ata në mes vete, ju që shko egzistojshit në përgjësi, qysh? Na përgjësi shumë mirë kena kalu, kush një fjallë, ose një problem, ose një diqka, kur gjithë kena pasë.
Iqbal, e ke pas zakon se cilët njeri që ka anë shoqati, ke thonë mirë se erdhe, ke gjetë vakt, ke qenë e rept, ke qenë e shpejt, ke qenë e pastër, ke punu se e di shumë mirë, e ke kry punën shumë elegant. Ku e gjojsh atë vakt se cilët njeri terenit, me se cilën të shesha, gjëm, qa folë shëbre me ta, hajtë kalëzëm tash mas 30 vjetëve. Po, ka qenë vullneti i madh, respektin ndaj njerëzve mosafirëve, çdo kush që ka ardhur nga çdo vend i fshat i Kosovës, për ne ka qenë nder, po sa ka hyrë brenda me shërbimin i kafe, ose ujë, çka do qoftë. Në gjithë ato kanë qenë shenjë respektit ndaj të gjithë njerëzve që kanë ardhur me mija njerëz në ditë, që na ndoshta brenda ditës kanë ndodhur, ku diun e sa mi kafe ka kena mujt një shërbim dite, ose çaj, ose çka do qofshin ato. Çdo gjë ka qenë vullneti i madh, respekti ndaj punës që kemi bërë, dhe ajo punë që kemi bërë ne ka pas vlerën e vet. Se të gjithë s'kena mujtë të qenë në pjesë politikës, po aty ku ka politikë ka dhe punë të tjera që do të kryhen, fatë na kanë taku ne, që kemi qenë aty, besoj që kena bërë mënyrë më të mirë të mundshme, kështu që krejt ajo ka qenë vullneti i madh. Iqbal, në fillim ka qenë çdo gjë në bazë vullnetare, siç e the. Do me thonë, ti e din aty, unë kam pas një vetur, 101 që kam vozit me shpenzimet mia në vitet e para rrugove. Kemi sjell gjana nga shtëpia, më kujtohet televizionin edhe video rekorderin e kam sjell, domethënë prej shtëpie dhe e kam instalu te zyra rrugovës. E kem bo atë zyre veç për rrugovën, Jakupi pa të kalun, zyret vet dhe krejt këtë menaxhim e kemi bo pa, si me thonën, pa kurfar kostoj dhe pa kurfar ngarkese për kërkën. Megjithatë jeta e ka bo vetën, ti një farë mënyrë ke mbetë dhe pa punë dhe pa kompenzim. Kur pa të fillu e një farë sistemi pak edhe i pagesës edhe i kompenzimit dhe atë kujtohen shumat e para dhe qysh ka ecë ajo? Nëse zgabojmë, më kujtohet që ka qenë vlera dikon e 40 marka. 40 marka ka qenë. Në fillim, po. Fillim. Se ka pas kohë kur edhe arsimtarët jo majtë me rogë 20 marka në mujtë. Po. Se arsimtarët kanë qenë në sistem të përfshin ma heret. Kur ka fillu dikun aty ka qenë dikun 40, më zgaboj 40 marka. Moj mend që mbas unë për disa atë kohë kam udhëtu, mas një viti, zotëri Anton Kolaj më pat pyet për udhëtim. Moj mend, edhe pse unë i tregova që unë udhëtoj për çdo ditë, po asnjëherë një bilet vetëm se kom pagu, e vetëm arsyeja pse unë s'kom pagu në atë kohë bilet ka qenë vetëm se kom punu zyret president rrugova. Dhe kjo do të thotë që kam bo përjashtim kondukteri dhe shoferi, apo? Po. E kanë ditë që po punon të rrugova dhe s'kanë marrë para. Asnjëherë, jetën time, përderisa unë kom udhëtu Mazgjet, Prishtinë, për çdo ditë, unë bilet autobusit nuk kam pagu. Vetëm arsyeja ka qenë vetëm se kam qenë punëtore që kom punu në zyret e president rrugova. Sebi, a kanë mjaftu këto 40 marka dhe atë kujtohet mandeja, ka ecë kjo shumë, a rrita? Po, o rrit. A kanë mjaftu këto 40 marka? Po, sa për fillim po. Po se baba dul pri punës, vlla ish ma i vogël, thmija vllaut edhe ma të vogël, po, mjaftojshim mjaftë. Deri dikon, po vike... familjes me ato, ke mbajt familjen praktikisht. Po veç vike shumë ato të rritën edhe... Sa, që shë rritë më ndej? 40-80 më zgabofshe, ta u bo 120, 140, ta e vike to... Kogja? Po, kogja, dhe mirë. Sa, atë kujtojtë sa kun rruga me madhe? Nuk besoj, dikun 150-60. 140-60, që ashtu ka qenë. Se unë e di që, se di për veti që ku pas më të madhe nuk unë 200 euro. Jo, në 200 euro e fundit, do me thonë pagesa mas 2-3 vjetëve të para, do me thonë, që pa të fillu me 20, 40, 60, 80, 120. Ka 20, ka 40, 100. Jo, mirë, të au bë. Mjaftoj ke mjaftë. Aty ka pas sebe dhe situata kur kanë ardhur njerëz edhe ju jeni ballafaqu, se ju edhe keni luë edhe një rol të mikpritësit aty kur ka ardhur, kërkush nuk ka pyet me konduhet me fol, ju jeni ballafaqu me to dhe mandej keni orientu. Ju edhe ne kryesisht kanë shku senet edhe takimet nëpërmes meje, duhet unë mi marr, si me thonë, mikpritje krejt, por ka pas situata kur na ke mungu dhe ju jeni ballafaqu. Dhe ka pas momente kur njerëz kanë ardhur edhe për nevoja, fjala vjen. Qysh, kur ka ardhur një njeri me një kërkesë, me një nevojë, për shembull, ka pas dikush që fjala vjen ka hjek për bukën e gojës, nëse s'ka mujt mu përfshin ato komisionet që ka punu. Ku e keni orientu? Qysh jeni sill me një njeri që ka pas një hall janë një pyetje? Po mas për na kontaktojshë me palën që vike
edhe drejtojshëm të jo. Nëse jo s'keni qenë ato, e kena drejtu të antari kryesisë. Tanaj me ata dhe orientojshin tashti për ku qyshtek, në për komuna, në për bashkësinë lokale, në për edhe orientojshëm edhe i qojshëm. Shikus nderuar, po flasim për një periud dhe për një situatë kur njerëzit vinin aty dhe kishin hallet ndryshme. Për shembull, mbajnë mend se ka ardhur njëri i cili kishte një lopë në shtëpi dhe ju kishte smur lopa. Dhe ai kërkonte ndihmë nga ne aty për smundjen e lopës tij. Çka bënim ne? Ka pas domethënë komisione dhe ka pas njerëz të digastereve të ndryshëm që janë marrë edhe me këtë punë. Ka qenë veterinar dhe ne kem pas evidencat këtyne dhe i kem orientu. Ka pas edhe ekstremi tjetër. Ka ardhur një njeri që ka pa një ëndër në mramje dhe ka thonë unë po du mu taku me Ibrahim Rugovën sepse kam pa një ëndër dhe e di mënyrën si me bo Kosovën e pavarur. Në moment ne kemi mendu se këta janë njerëz të ligë për mend, megjithatë kemi gabuar. Njerëzit në këtë zyre dhe në këtë shoqat kanë pa dhe kanë gjetë ardhmënin, kanë gjetë satisfaksion, kanë gjetë mprehje dhe kanë lyp këshilla. Dhe definitivisht kjo zyre u shndrua në një zyre ku duhet të ketë përgjigje për çdo kënd, për 2 milion shqiptar të Kosovës, të Mërgatës e të tjerë. Iqbal, ka qenë solidariteti shumë i përhapun, ndihma, familja ndihmon familjen, kanë ardhur prej Malit Zi, kanë ardhur prej Maqedonisë, tani të Veriut, si i thonë, dhe ka ekzistue ky farë bashkëpunimi. Ti, si një punëtore që ke punu aty dhe veprimtare në zyrët presidentit Rugova, a mundesh sot mas kësaj kohe, trive, mi ju betu dhe mi ju garantu që në Kosovë nuk ka pas njeri as familje që ka hjek për bukën e gojës në saj qëti aktivitetit që është zhvillu qëtë. A mune pohon që të sendë? Shifon e moj mend shumë në gjatë asoj kohë, që familja ndihmon familjen. Aqë shumë ka pas ndihma, aqë shumë ka në ardhë, sa nuk besoj që ka hjek dikush për bukë. Nuk mendoj. Moj mend, në atë kohë, kur ka qenë që baptorja Nora e ndjerit baset Isak Gjigulit, çdo kush që veke në shoqat për të ofruar ndihmat në atë kohë, i orientojshëm të qibature Nora të baca Isak. Po çka që ka qenë ma interesante në atë kohë, ku shkojshin edhe vishin njerëzit për të gjithë qytetet të Kosovës, i orientojshëm të qibaturja Nora. Aty i ndjeri e i madhe baca Isak, ato pare i ndojke për me ikë rrezikut, a i merke ishte në bukë, që shka qenë buka me që baba, i merke i ndojke ato mjete, fakte kjo që kishin do për njërës të ndryshme, ose rejonet të ndryshme, edhe dilshin, edhe ja jopshin si cilës pole, ose ka qenë nga Voshtreja, nga Mitrovit, kush do, në cilën do onë që kanë qenë. A thonë, më kujtojt shumë, shumë mirë me një rast, kom rastis vetë aty, në një onë ka qenë plët spion të mbushur, në onën tjetër kanë qenë njërë tjetë duke pritur për mi marë mjetet që kishin dhurun nga viset e ndryshme, edhe i ndjeri edhe i madhe Isak Gjigoli arriti të gjitha ato mjete të qetë jashtë, në njërë më të mirë të mëshme, paron dorë të ujkut. Edhe i shpërndajt i dërgojnë për të gjithë Kosovën. Iqbal, ka qenë në periudhe vështirë dhe kem qenë në vëzhgim të policisë. Përballë me shoqatë shkrimtarëve dhe përballë me ato zyrët, do me thonë tonat, ka qenë policia, bile ka pas ato gjithherë një kamere që ka gjerue, ka mujtë më na gjerue, më na fotografue, më na vërahe me snajperë këta divën. Megjithatë ka ekzistuar një periudhë kur ju s'keni qenë, a keni qenë rrugë të shkua, ndonjë vikend eventualisht keni dalë. A e ndi ndonjëherë ju të rrezikume që po punoni aty, ose a ka pas ndonjëherë edhe nga ndonjë dashamir, që ju ka thonë edhe ka shpreh brengën se për shkak aktivitetit ju mundi me psu? Unë e kom thu për çdo ditë atë rrugë edhe me të thonë vërtetën asnjëherë në jetën time nuk e kam menduar atë anën tjetër. Moj mend rastin një rast kur në jetë atë rast nuk e harroj.
për shkak aty në kamera që kena pas për balë dhe çdo herë na kanë çdo hyrje, çdo dalje, çdo gjë që kemi punë në shtëpi, se ka qenë shtëpi e jona, shtëpi e madhe, është një gjizu, pa të kalu një i familjari imi, fakt 2. Edhe ne kemi qenë duke pritur një delegacion amerikan, moj mend fort mirë, dhe ato në veç kam dali kam përshëndet. Bas një kohë të shkurt, njërin e patën Burgos. Edhe djali halës mu më thëtë kur një jetë nuk araj. Dhe gjithë shka kom mendu, gjithë shka kom përjetu, vetëm se arrin me madë shfaq një takim 5 minutës, një përshëndetje dorë me ty, nga policia në këta se kisha mendu kur. Domthon ato e kanë arrestu, policia në atë kohë. Edhe i thëtë, çka e kiti këte? Domthon aty çdo gjë është incizu, është fotografu, po unë për vete kam mosu për çdo ditë, e kam pas për çdo ditë atë rrugë, asnjëherë nuk e kam mendu, as të frigohem, as të friksohem, kam shku, kam marrë, Zoti edhe fati ka desh më na rujt, na ka rujt, për ndryshe imi ka të gjithë të rrezikum. E vërtet është edhe trimnia jonë më e madhja ka qenë që me të vërtet s'kem kalkuluar dhe s'kem menduar. Asnjëherë. Ibrahim Rugova me politikën e tij dhe me projektin e tij ka periodikuar rrugë faqësore. Kjo i bën që ne tani nuk po flas për veti, po megjithatë po e them, unë gjithherë kam qenë i armatosur, ju e dini atë punë, por megjithatë, domethënë të tjerë ti kam sugjeru që mos të kenë armë, sepse nuk vlen që të punojsh për Ibrahim Rugovën dhe të burgosësh. Qa do të thotë kjo? Ti e burgos veç pse ke qenë shqiptar, dhe si e përjashtu prej asaj. Por megjithatë mos mi dhon shkas, sepse ka qenë një karavan edhe një rrugë e gjatë që është planifiku jashtë zakonisht, do me thonë mirë rreth kësaj. Sebi, a ke pas ti diçka urna? Po, unë kom pas ka qenë një qenenesh i bardhë, një 03, kur nuk e haraj. A i gjdo hap që më ka për cilë. Kër kom hip në autobus, e leshin kërën, njëne hip ke në autobus për mrapa, tjetre i gra ke kërët. E di edhe për këto më ke pas të reguë. Po, ama unë më shku dikon me najtë, jo, edhe i gëballë, po besoj që ashtu që s'ka pas shansë me shku me najtë dikon mësafir. Më kujtu një sho që jam ja fikra, e përshëndes, sepse kur tha një kafe s'ma qite, edin, thash po i fikra, thash jo s'po dilni me mua, thash se hajta se po dollëm, shkum në Grand, ka qenë një ombëltore. Edhe që ato ollëm me pi një kafe. Tash pa një, pa dy, aje tash i po mvet, unë i besoj që asone, tha, sepse që situata, tash unë i dalë shep, krej pe i temës se në erdhen shpionat e servis, ofër në ollëm, një atje dhe një ofër. Tash të i ka mariri met, e po ma bon mu me kry. Edin, unë e mora vesh të fikra për në veta, sepse që ka puna. Thash, kur gjo? Thash, që ato receta, thash, a i ke kryet. Ja ti, thash, je mirë, tha ja une. Thash, jo jena mirë të dyat. A i thash, se po qohëm. A i kur ka mariri, tha, jo të pagu me janë. Thash, jo, më qëfe. Edhe i na shku të grandit, të motra e fikrës, i na shku ata mrapa. Ata mrapa, po vinë, tash të një kujshi, i motrës vetë, po pytë, a i shkon, diko kish punu e, në të dysha që apë dijune. Edhe pja bon, tha, pse për cjellë, tha kitë thmi. Tha kitë thmi, tha mëse për cjellë. Tha po punon, tha të Ibrahim Rugova, tha, tha prej qito. Tha në kofshi zoti, tha shko, tha burgose Ibrahim Rugovan. Tha le kitë thmi, tha letec, tha shlirë. Në fakt, arsyja ka qenë e madhe ty, në ta takosh dhe ta përcjellsh një njeri që për çdo ditë takohet me Rugovën dhe heq në zyre, si që keni qenë një dyja, nuk o punë bashkë parancishme edhe për okupatorën dhe për pushtetin. E di që vishin ka njerë dhe do shoqe dhe shokët ju ka njerë dhe më ju vizitu. E di që keni pas edhe të lashe se ka njerë kishim dhe mësafir dhe duhej me dalë jashtë me najtë. Dhe e di që keni pas sfida, sidomos sep ti se mu tekem fillim me parashpërsi time, edhe e di që shpesher jenë ndinë situatë tronë, edhe na herë kur ju kumton letërin, se s'ka probleme, u shlirojshit ka pak, po ka egzistu një mirë kuptim në mes neve gjithër. Po na vesh një minis këqyrë dhe i na kuptu, po jo.
edhe s'ka pas ato nevoj për me thonë jo ose po, më të madhe, me di tjertë. Qysh ka qenë, Iqbal, komunikimi me antartë kryesisë dhe me njerëz, tash disa se Lidhja Demokratike e Kosovës zyrat i ka pas në një lokal tjetër. Aty ka qenë paka shumë zyra e presidentit, po vishin ata për ku u lidh ke presidenti me parti, aktiviteti u zhvilloj ke aty. Po kryesia, si kryesi, këshilli mandej për financim në ato zyre tjera. Qysh ka qenë ai komunikimi dhe juve, se definitivisht ju keni qenë njerëz që mas shumti i keni prit, mikroprit dhe bisedu me njerëz të ndryshëm. Qa mundesh me veçu tash? Komunikimi jo ka qenë gjithmonë në nivelin shumë të lartë. Ne kemi kryer shërbimet tona që na kanë tokuar në mënyrë më të mirë të mundshme që është dashur. Kështu që niveli ka qenë bashkëpunimi, bisedimi, ka qenë niveli më të lartë. Respektin e kemi pas çdo herë pe të parë deri në fundit në nivelin më të domethënë një respekt shumë të lartë për shërbimet që ne i kemi bën atko. Iqbal, keni punu edhe një jetë ja keni kushtu kësaj pune. Domethënë prej ditës le të themi të parë, domethënë në fillim vitit 90 deri në 25 mars 1999 kur është djega ajo zyre, keni qenë aty. Mandej ju keni vazhdu prapë edhe mas lufte në situate rrethon tjetër, po kryesisht fokusi është kjo para lufte. Për krejt atë punë, a ndiheshe vlerësume prej le të themi njerëzve që ta dinë dhe duhet më ta ditë atë punë që e ke bo. A ndihesh që vlerësohesh? Jashta njerëzve në rrugë, na ishim tash e pim 8 një kafe dhe rrugës njerëzit na shiqanin dhe me admirim sepse ju kujtoj që jem njerëz që kem punu të rrugova. Por tash kur po flasim, a ndihesh përpos familjes dhe parefisit e mezve e vlerësume prej qarqeve të ndryshme, le të themi edhe prej Lidhjes Demokratike ose prej grupeve të ndryshme të sotit? Po mendoj që po, edhe pse tash kemi takime shumë të pakta me LDK-n, po në përgjithësi kemi, me vetë fakti që ju vetë na keni ftuar në mision, ne jeni jo të vlerësuar, po jeni shumë të vlerësuar. Unë përfaqësoj vetë. Po vetëm, po ajo është një respekt shumë i lartë. Besoj që po, mendoj që po. Deri me tani, po unë për veti, po edhe aty ku punoj, edhe kudo që jam, e kam respektin edhe nivelin shumë të lartë. Sot ku je edhe mas lufte, dhe me thonë, ku je angazhues, ku ke punu, si ka qenë ajo pjesa mas lufte? Mbas lufte, se mbas kam pas fëmijën e vajzën e dytë, pas pushimit të Leonis, jam kthy në zyrët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Aty kam punu deri në vitin 2016. Në 2016 kam kalu në Ministrinë e Infrastrukturës, punoj që 9 vite, jam shumë mirënjohës, falemnderues, jam shumë e respektuar nga të gjithë. Mendoj që punoj ashtu që shumë takon të jem në brenda një institucioni me punë. Seb, ti mas lufte çka ke bo, me çka je marrë? Unë mas lufte, në Velaniju, ku vazhdu në altë atje. Në rezidencë të presidentit rrugova. Po, në Velaniju. Kemi qenë bashkë, sepse... Po, edhe atje të kom pas shef. Edhe pe atje s'ku mujtë me tikë. Tash jemi shok. Po, tash shok. Ama shok të mirë veç, respekt. I respektoj edhe tjertë kolegë që kanë qenë, që ka dhënë kontributin e vetë. Prej atjet, presidenti Rugova tem që edhe në parlament, atje që ka qenë zyra në presidencë që është, atje kumë qenë edhe në kabinet, edhe Velani, edhe presidencë ka në kuvend, atje kumë pas shefisë Lumni e Shabanin, mandej dola prej atuet, dola në personel, atje kumë pas Mahije Kastrati, Haradina e kumë pas shefisë, që e falenderoj shumë, ta është të kom të Olanta në Pereva, që është vajza e Adilit. Adil Pereva, që ka qenë një antari kryesis, shumë i respektum, e falenderoj shumë, ka merita shumë të mëdhaja, po ashtu edhe vajza vetë, ta Olanta, ka merita shumë të mëdhaja. Ta Olanta, vajza Adil Pereva, një njeriu të mrekullueshëm, patriot i madh, qendrështar i madh. E vërtet është. Dhe ndihesh e vlerësuar sot për njerëzve për krejt punën që e ke bërë? Shumë o më vlerësojnë kolekt, përgjithësi edhe presidentja Vjosa Osmanim ka dekoru vitin e kalum për 8 mars, që falenderoj shumë presidentën, që më ka orë shumë mirë për sajna. Shikus nderuar,
Armiku kryesor në këto bashkëbisedime është koha. Po hecin minutat, dhe me thonë, mora sinjal nga regjia që veç minutat janë plotsu, kështu që duhet ta përmbylli këtë emision. Çka të them, në punën tonë 10 vjeçare, sot, kur mendoj, asnjë incident nuk ka ndodhur, asnjë e keqe nuk i ka ndodhur askujt prej, asnjë punëtori aty që ka qenë. Unë si përmenda, por aty ka pas edhe shërbime tjera, dhe me thonë, ka qenë shërbimi i sigurisë dhe i protokollit, ka qenë administrata, ka qenë edhe qendra për informim e Kosovës, biroteknika, tjere. Dhe me këtë punë dhe këtë aktivitet, ne mburëm e gjithë që kemë qenë aty. Këto dy zoja, Sebahate Halilin dhe Iqbali Prestreshin, i kemi pas shtylla aty, kanë qenë dy femna që pa kurfar interesi, pa kurfar dobije, pa kurfar motivi material kanë ardhur dhe sot rastësisht jemi gjallë gjithë, sepse shpesher ka ndodhur që edhe na kanë largu nga ajo zyra aty policia dhe ushtria dhe gjithandej kemi qenë të rrezikuar. Ne sot jemi krenar për punën tonë, gjeneratat e reja është mirë këto dy zoja dhe të tjerat të respektojnë, këto janë të respektuara gjithandej Kosovës dhe jashtë sepse e njohin krejt tereni një se kanë ardhur aty dhe i kanë takuar. Sebi dhe Iqbal, faleminderit shumë në emën të shikuesve dhe në emën tim personal si një njeri që kemi punu bashkë, ju falenderoj edhe ju uroj më të mirat në jetë, Zoti ju rujt. Faleminderit. Hajde të përqafi dy javë të shtu. Falenderit shumë Sep, falenderit shumë Iqbal për krejt. Shumë falenderit. Shumë faleminderit për të. Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë Rrugove, Vipa Chips dhe Medika.